Pas shpinës time është edhe rruga e plazhit të Portonovës, që të gjithë e njohin edhe me emrin si Dajlani. Megjithëse një zonë e cila është kategorizuar e rrezikshme, e ndaluar për të bërë not, ajo vizitohet nga dhjetra pushues vendas dhe turistë të huaj të cilët çdo ditë e zgjedhin këtë atraksion turistik. Por turistët, pushuesit përballen sigurisht me rrugën e cila është e degraduar. Infrastruktura rrugore në rrugën kryesore që të çon në Portonov lë për të dëshiruar dhe është një prej segmenteve rrugore të qytetit të Vlorës, e cila ndër dekada nuk ka parë as edhe një investim të vetëm. Portonova mbetet sot një prej vendeve më të frekuentuara kryesisht nga turistët e huaj. Me dhjetra turistë çdo ditë e vizitojnë këtë vend si një ndër pjesët më turistike dhe atraktive të qytetit. Pavarësisht se në këtë vend ndalohet të lahesh në det dhe pushimi i të huajve edhe nga mungesa e informacionit e zgjedhin atë për të kaluar disa ditë të qeta. Turistët të cilët vinë e zgjedhin Portonovën kryesisht për kamping dhe më pas për të kaluar kohën e lirë dhe për të shfrytëzuar edhe detin për t'u larë dhe argëtuar. Por që në hyrje të tyre në këtë vend ata përballen me 1001 vështirësi. Fillimisht segmenti rrugor i degraduar dhe me infrastrukturë të munguar ndër vite. Ky është një nga problemet kryesore që ata hasin gjatë rrugës. Rruga është e gjitha me gropa dhe e amortizuar. Kjo rrugë sot është kthyer në pengesën kryesore të turistëve të huaj, por edhe të pushuesve vendas. Plazhin e Dajlanit e frekuentojnë çdo muaj të vitit me mjaft pushues vendas, të cilët shkojnë aty kryesisht për qetësinë që ofron, por edhe për organizime të ndryshme, siç është edhe pikniku, të cilat e janë bërë të këndshme në këtë ambient. Por sa herë që ata shkojnë, përballen me të gjithë rrugën me gropa dhe amortizimin. Ky segment rrugor ndër vite nuk ka parë asnjë investim të vetëm. Madje ai sot mund të konsiderohet i pakalueshëm, ku rrugën e pushton balta dhe pellgjet me ujë të ndotur, por edhe përgjatë stinës së verës, ku ka më shumë vizitor, aty nuk i shpëton dot pluhurit dhe një sër papastërtive. Gjithashtu në pjesën e segmentit rrugor, ku laguna e Nartës furnizohet me ujë nga deti Adriatik, një gropë e madhe ja ka lënë vendin sot amortizimit, duke bërë që 10 automjete që kalojnë aty të dëmtohen nga vajtjet dhe ardhjet drejt Dajlanit. Kjo rrugë plazhi i Portonovës gjithmonë edhe më tepër është me syt nga Jared Kushner dhe ëndri Donald Trump, i cili do të kryejë në këtë plazh një investim të tërë të rëndësishëm, i cili pritet të kthejë plazhin e Portonovës në destinacion të turistëve. Investimi i projekti që vjen pikërisht nga Amerika e Largët mbetet e vetmja shpresë për Portonovën. Nëse ky investim nuk realizohet, atëherë ky atraksion turistik rrezikon që edhe pas shumë vitesh të mbetet me infrastrukturën tejet të degraduar.